A e dini se në trojet shqiptare janë gjetur simbole më të vjetra se ato të sumerëve qytetërimit që njihet si më i lashti në botë? Po, është e vërtetë. Në zona si Maliqi, Burimi dhe Cakranit, arkeologët kanë zbuluar enjë qeramike dhe gur të gdhendur me simbole misterioze, që datojnë më shumë se 7.000 vite më parë. Dhe këtu vjen surpriza. Disa prej këtyre simboleve janë të ngjashme me shenjat e përdorura më vonë në Mesopotami, mijëra kilometra larg. Kjo ka ngritur një pyetje që po trondit studiuesit. A mos vallë kultura e Mesopotamisë mori ndikim nga Ballkani i lashtë? A mos qytetërimi nisi më herët, pikërisht këtu në tokat ku sot është Shqipëria? Simbolet e gjetura përfaqësojnë diellin, ujin, jetën dhe shqiponjen, dhe janë shumë më të sofistikuara nga sa pritej për një epokë kaq të hershme. Disa studiues evropian madje e quajnë këtë periudhë Iliria e parë, duke sugjeruar se Ballkani ishte një qendër e hershme e shkrimit dhe e qytetërimit. Kështu që, herën tjetër kur të dëgjosh se sumerët krijuan gjithçka të parët, kujtohu për simbolet e gjetura në trojet shqiptare, që flasim për një histori edhe më të lashtë, edhe më të thellë, sepse ndoshta në fillim nuk ishte Sumeri por Iliria.